Mos thuaj Allahu nuk më begatoi, por ti nuk e din ndoshta dobësinë tënde që ajo begati, nëse te dikush është begati që ai e përdor për të mirë, te ti mund të jetë mollë sherrri. Pse unë nuk kam pasuri? Pse unë punoj dhe i lutem Zotit që të kam pasuri dhe mua nuk më jep? Filani i më katon Zotit, i bën gjunahe vazhdimisht dhe ati i shkon malli te malli. Shumë njerëz kanë këso fjalë dhe këso perceptime. Mos u krahaso me askën. Është e mundshme që pasuria për ty të jetë shumë e dëmshme. Është e mundshme që pasuria për ty të jetë vdekje prurse. Vdekje prurse jo në kuptimin vetëm të vdekjes, po se po dhe kjo, por në kuptimin e vdekjes së zemrës dhe të besimit. Kjo është më e madhe. Dhe kur e themi kështu me pasurinë, me çdo lloj të mirave ose privilegjeve që mund të mendohen këtë botë, ashtu mendoj veten. Pse filani udhëheqi, unë nuk udhëheqi? Ai është më pak i ditur, unë di më mirë. Ai është më pak i ndershëm, unë jam më i ndershëm. Ai është më pak meritor, unë jam më shumë meritor. Ai është i pak kualifikuar, unë jam i mbi kualifikuar. E tjera. S'ta ka dhënë Zoti këtë përgjegjësi, por ndoshta me ta dhënë ti mund të bëhesh mizor. A disa njerëz duke i pas këto përshkrime ti për vetveten kanë menduar se janë meritorë të pushtetit dhe nuk e kanë shu pushtetin kurrë. Kanë menduar se janë të zgjedhurit të Zotit e jo të sprovuarit të Zotit me pushtet. Nëse ti e mendon pushtetin si shpërblim, atëherë ti e ke gabim, krejt fare gabim, sepse dynjaja në përgjithësi nuk është për shpërblim. E Isaia a.s. po t'ishte i tillë, do të kishte mund me perceptu me thonë, mire ka ky. Unë, masi nuk kam babë, dhe nëna ime kam betë shtatzan në një proces biologjik të njoftun, atëherë po i bije prapë, që prej Zotit, djali Zotit, që më vonë do të lindet kjo ide, Iblisi nuk ja arriti ta korë këtë sukses të Isaia a.s. por të pasus të ti, pati sukses fatkesisht. Dhe Isaia a.s. për kundrazi, nuk e pranoi absolutisht këtë privilegj, po i kërkoi ndihmë Allahut në mënyrë urgjente dhe i tha, o Zot, unë kërkoj mbrojtjen tënde. E kur Allahu e pa seriozitetin e Isait a.s., kishte shumë të lehtë që t'ja largoj nga parasitja e tij dhe nga cytjet e tij Iblisin dhe me Xhibrilin dhe Mikailin ja largoi para vetes.